Së energjisë, ne kaluam pikën e parë të rendit ditës, miratimin e paketës fiskale, ju kërkojmë ndjes të gjithë qytetarëve që janë të angazhuar për të ndjekë të mbledhjet Këshillit, kështu që bëjmë lidhjen direkte online të mbledhjes së Këshillit, duke vazhduar me pikën e dytë të rendit ditës, miratimin e buxhetit të Bashkisë Mirdit për vitin 2023. Fjallën e ka kryetari i Komisionit të Ekonomisë dhe të Buxhetit, zoti Aleksandër Lusha. Për miratimin e buxhetit vitit 2023, Bashkia Mirdit. Njëkohësisht, si thamë edhe në pikën e parë të miratimit paketës fiskale, Komisioni i Ekonomisë u mblodh ditën e premte datë 25 me prezencën e këshilltarëve Pjetër Pjetri, Marije Nikoli, Nikol Prendi, Nikolin Luli dhe Aleksandër Lusha dhe u diskutua si një projekt mjaft i rëndësishëm për bashkinë tonë dhe prezent kishim edhe nënkryetarin e bashkisë zotin Mihil Paquku, drejtoreshën e buxhetit dhe menaxhimit financiar zonën Flora Fufi. Ashtu si thamë edhe më parë, ky buxhet është në krahasim me një vit më parë rreth 9.2% më shumë dhe për vetë koston e shërbimeve dhe rritjen e disa tarifave që janë bërë, normalisht edhe ky buxhet është në përqindje më i madh, po mund të themi se është në ato nivele që është për një bashki. Por megjithëse është më i rritur, është për të vlerësuar. Njëkohësisht edhe shpenzimet normalisht që janë edhe më të mëdha. Bashkia Mirdit është përzgjedhur si bashki pilot nga projekti Financat Lokale për ndjekjen e një qasje të re në hartimin e PBA-s 2023-2025 dhe buxhetit vjetor 2023. Ky është një projekt i Sekretariatit Zvicerian të Shtetit për çështjet ekonomike. Sipas këtij projekti, buxheti vjetor 2023 i Bashkisë Mirdit përbëhet nga 5 programe, plus një program që është fondi i rezervë dhe fondi i kontingjencës. Njëkohësisht këto 5 programe ndahen në 9 funksione dhe 19 nën funksione, të cilat janë të sqaruara si më poshtë. Unë do t'u lexoj programet që janë të bashkuara, pasi ne në çdo buxhet kemi miratuar rreth 23 programe në bashkinë tonë dhe pasi jemi një bashki pilot, janë përfshirë këto 5-6 programe. 1. Programi Aparati i Bashkisë dhe Drejtimi i Bashkisë, që do të kuptojmë me menaxhimin financiar të administratës bashkisë. Programi 2 janë punët publike dhe mirëmbajtja. Programi 3 është siguria publike. Programi 4 është arsimi, shërbimi social, kultura dhe sporti. Dhe programi 5 është bujqësia, veterinaria dhe pyjet. Njëkohësisht, programi 6 është fondi rezervë dhe fondi i kontingjencës. Ne diskutuam përveç programeve edhe gjitha funksionet dhe nën funksionet e tyre dhe nga drejtoresha na u shpjegue gjithçka në detaj. Edhe ne si komision e vlerësuam këtë buxhet për sa i përket edhe ndarjes në zërat të veçantë të këtyre programeve. Vlen për të përmendur edhe pasi edhe me vendimin e Këshillit Ministrave që nuk di datën ta them, po që në shtator të këtij viti është vendosur për rritjen e pagave të administratës, që është një domosdoshmëri, mendoj unë, për gjitha nivelet, nuk mund të themi niveli i parë i dytë, por njëkohësisht aty diskutoj një nivel i administrimit i administratorëve që nuk do ketë rritje. Aty është vendosur në ligj, por unë për veti do ta kërkojmë edhe si Këshill, mendoj që rritja të jetë e njëjtë për gjithë. Si për kryetarin e bashkisë, në kryetarin e bashkisë, administratorin e Rrëshenit, administratorin e Rubikut dhe gjithë administratorët, pasi kjo kategori është përjashtuar këtë radhë
do ta sqaroj edhe drejtoresha e menaxhimit financiar. Njëkohësisht tyre shpenzimeve që tham përsa i përket shpenzimeve në buxhet janë rritur edhe këto në masën 9-10%. Edhe ne ram dakord që ky projekt të kaloje me gjitha to diskutime që ne bëmë. Si përfundim, ne diskutum edhe në komision përsa i përket pikës kryesore që ne si Këshill jemi të interesuar përsa i përket investimeve të vitit 2023, edhe aty pam një detajim mjaft të sakt, mjaft me impakt, pasi ne si Këshill kemi qenë edhe ndërgjesa publike në gjitha njësitë administrative, krahas administratës dhe kryetarit bashkisë, që si rrallë herë, edhe një vit më parë, po kësa rrallë janë zhvilluar edhe dëgjesa publike përsa i përket buxhetit dhe paketes fiskale në mjaft të mira, me një pjesëmarrje të mirë dhe një diskutim të përgjithshëm tek qytetarët. Përsa i përket këtyre investimeve, aty kemi ra dakord që për blerje asfalti 27 milion lek, blerje automjeti kamion për lëndë ndërsore 3.164.000 lek, mbikëqyrje vepra ujore 500.000 lek, treja gjithmonë këto, këmba urash 3.509.000 lek, ndërtim ujësillësi rubik kontrate lidhur kjo dhe janë detyrime pagesash 7.491.000 lek, mbarështrim në proces prokurimi 989.000 lek, kanali Kodërshen kontrate lidhur edhe kjo është detyrim pagese me 4.189.694 lek, tuba Vadic dhe ndërhyrjen kanale Vadice me 8.707.000 lek të reja që do t'jenë pasi ne e kemi dhe tradit në këto probleme në mirdit janë tuba, kanale Vadice, pasi kanë impakt mjaft madh në ato fshatra ku punohet, shkon rruga me përmirësimet që është bërë nga Agjencia e Prokurimit Publike dhe njëkohësisht kërkohen tuba dhe kanale Vadice. Dhe për mendimin tim dhe gjithë komisionit është një tabel investimesh e detajuar dhe me impakt për bashkinë tonë. Buxheti kaloi me 5 vota pro dhe kaq fjala për Faleminderit. Faleminderit Lusha. Po, pra kemi një rritje të buxhetit 8.4% dhe po kaq kemi ulje të shpenzimeve operative 8.6%. Kemi rritje të pagave për efekt të shtesës së pagave me vendim të qeverisë dhe investimet dhe fondi rezervë dhe i kontingjencës ngelen pothuajse në atë nivel plus 1% më të larta se sa viti i kaluar, viti që jemi 2022. Pyetje? Po. Mikrofonin Lush. Pyetjen e parë kam përse përket rritjes pagave. Tha kryetari i Komisionit Financave pse janë përjashtuar, nuk e tha se pse janë përjashtuar, po janë përjashtuar tha kryetari të njësive administrative dhe kryetari të bashkisë nga rritja e pagave. Duhet dia vendimi i Këshillit të Ministrave i kap këtu apo si kap? Dhe e dyta, përsa i përket blerjes së një makine, ndoshta e mora vesh se kam marrë vesh unë gabim, makinë për drut. Këtë nuk arrit ta kuptoj për arsye se procedura e druve të zjarrit bëhet me tender. Jo, është për drut që kapen për sektorin e pyjeve. Okej, bie pyetja. Bie pyetja atëherë pyetjen e parë. Jam plotësisht dakord se nuk e kapa këtë. Përshëndetje të gjithëve.
Atëherë për pyetjen që bëni këshilltari zoti Sander, kategoria e përjashtuar siç ishte në buxhet, e ka përjashtu VKM-ja, jo se e përjashtojmë ne nëpër llogaritin e pagave, ka përjashtu kryetarët, nënkryetarët edhe administratorët, për cilën unë jam në fakt në bashkëpunim edhe me bashki të tjera. Nuk janë përfshi, po. Jo se i ka përfshi. Jo, arsyeën e ba VKM-ja, është vendimi i Këshillit Ministrave. Vendimi i Këshillit Ministrave, por ne jemi me bashkit, në bashkë konsultime me bashkit tjera, jemi duke përgatit një shkresë për të bërë një interpretim, për të mos përfshirje. Ka që kemi ne mundësi për të bërë. Po. Për kujtojnë e bashkisë edhe për administratorët që kanë një numër të madh, si që është në shënë. Po për administratorin e Kashtanit që ka një pam minimale. Për gjithë janë përjashtu. I përjashton VKM-ja. Do shikohet masa e marrës. Të lënë detyrën që janë. A i fanit të leje detyrën që se s'përmon pagë. To i ka përjashtu VKM-ja. Desha